natyrisht një përfaqësuesi të shpifur dhe të neveritshëm të krimit në parlament nuk ja vlen të përgjigjesh, por detyrimin ndaj qytetarëve dhe rrezikshmëria që paraqet ky për qytetarët me detyron të rikujtoj këtu se personi që foli këtu është një person i akuzuar për trafiqe të gjitha llojeve, filluar trafiqet e prostitucionit, përfunduar tek droga, është njeri i akuzuar me dokumenta zyrtare në sallë gjyqi se ka porositur vrasje, është një person i cili segmentet e drejtësisë kriminale kanë ndjekur me vendim regjistrimet që faktonin personin si një porositës të vrasjeve, është i faktuar, është njeriu që ka porositur bandën e Elbasanit të vendosë revolet për të burgosur një familje të tërë kundërshtare të bandës Elbasanit dhe merret më vonë në mbrojtje nga Nureddin Dumani. Ky person, ky person rezulton se me datën 10/12/2020 ka rënë dakord, thot, Targeti informon Pinin aq se kishin rënë dakord mes tyre që të mos i kërkonin taos këtij kriminali që është këtu. Të mos i kërkonin asnjë tendër publik apo favore tjera përveç atyre që kishin rënë dakord të kërkonin. Ky mesazh ju përcoll kriminalit. Koha përfundoi. Po ju kujtoj që koha nuk rrjedh prej meje, rrjedh vetë, zoti Noka, dhe koha përfundoi. Lashtë përfundonte pavarësisht fyerjeve, akuzave penale e gjithçka tjetër që u than foltore. Siç e ka zakon. Uluni ju lutem, uluni. Ju të rreq vërmendjen për fjalorin këtu. Uluni se jeni pa mikrofon. Uluni, zoti Berisha, uluni. Keni përfunduar. Fjalën e ka deputetja Zhupa, përgatitet deputetja Resulaj.